një studim i Data Forex, për shembull, që është rajonal për gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, del që në Kosovë është përqindja më e madhe krahasu me gjitha shtetet e tjera që AI përdoret për detyra shkollore. Kështu që jemi në një sfidë të re, sistemi arsimor veç se ka hyrë në një sfidë goxha të madhe, hala nuk jemi ty pasi me thonë pasojat. Kështu që konsideroj që Ministria e Arsimit me i thonë se tash që 2 vjet gati një farë ministrie jo funksionale për shkak situatës politike në Kosovë, por që është obligim kështu edhe moral, edhe politik, me ndërmarr hapa për me pas e qysh me adresu përdorimin e inteligjencës artificiale në dobi të sistemit arsimor, të gjitha palëve të komunitetit arsimor. Sepse kështu si që është aktualisht, konsideroj që damet janë të u bërë shumë të mëdha, edhe natyrisht, edhe nëse flasim për provimin e maturës shtetërore, problemet kanë qenë edhe më të mëdha nëse lejohet telefonin klasë.